Në Kosovës në seancë plenare kur ligjvënësit po diskutonin për çmimin e energjisë elektrike, Fatos Geci i vetëvendosjes ka shprehur një urem për ish-presidentin Hashim Thaçi, i cili bashkë me Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakub Krasniqin janë në pritje të vendimit të gjykatës speciale. Sot dua të përshëndes vendimin e gjykatës për burgim të përjetshëm ndaj Naim Murselit. Dhe ju që shpresoni që një ditë lideri juaj suprem do të lirohet, do të përcjell i njëjti fat. Lidhur me ndonjë masë disiplinore ndaj deputetit Geci, është pyetur të martën nga gazetarët kryeministri Kurti. Por derisa tha se janë të bindur për drejtësinë e luftës çlirimtare të UÇK-s dhe pafajësinë e 4 krerëve që po mbahen padrejtësisht në Hag, deklaroi se nuk është kryetari ndonjë komisioni disiplinor. Kryetaria e Kuvendit, e cila njëkohësisht është edhe ushtruese e detyrës së presidentit zonja Gulena Haxhiu, ja tërhoqi vërejtjen, ja ndërpreu fjalën deputetit edhe për shkak të gjuhës, edhe për shkak të komentit që bëri. Shikoni, unë jam vetëm kryetari i lëvizjes vetëvendosje dhe vetëm kryeministri i Republikës. Nuk jam edhe kryetari në një farë komisioni disiplinor, aq më pak për dikë që i përket një partie. Lidhur me deklaratën e deputetit Geci, reagime të shumta e kryesisht nga Partia Demokratike e Kosovës kanë vazhduar edhe ditën e sotme.